Në intervistën për emisionin Opinion, ku Valon Ademi tregoi versionin e tij për aeroportin e Vlorës, ai zbuloi momentin e prishjes së raporteve me Bexhet Pacollin. Ademi thotë se marrëdhënia u thye në maj të këtij viti prej një projekti në Libi. Blendi Fevziu, kur ka ndodhur thyerja juaj, në cilën kohë, kur doli çështja e aksioneve, më herët më vonë? Valon Ademi, unë me zotin Pacolli u prisha në maj të këtij viti. Blendi Fevziu, pse? Valon Ademi, është ai projekti në Bengazi të Libis, atje bëri një veprim Bexhet Pacolli. Unë nga atje kuptova diçka të madhe. Bexhet Pacolli merr në telefon njeriun tim atje dhe më thot, do të dalësh ti te kompania ime. Ademi pretendon se ky ishte një skenar teksa shton. Ai kupton ti ku shkova unë me zotin Pacolli? Unë kam shkuar e kam takuar në Lugano pasi ishte sëmur. Unë në makinë me të, ai filloi qaj 2 orë në makinë, duke thënë që të gjitha më bëjnë më padrejtësi dhe unë i besoja, ka që shumë thjesht, ose unë si ai dut në burg, ose Bexhet Pacolli të Valon Ademi, 2 ortak për aeroportin e Vlorës janë ankimuar në prokurorinë e Tiranës, lidhur me çështjen. Ademi thotë se ka një pritshmëri nga prokuroria. Blendi Fevziu, çfarë prisni nga prokuroria? Valon Ademi, nga prokuroria ose duhet të shkoj unë si hajdut në burg, ose duhet të shkoj si mashtrues ai. Blendi Fevziu, por mund të zgjidhet edhe pa burg kjo. Bini dakord në ndani aksionet në bazë të investimit? Valon Ademi, nëse prokuroria shqiptare merret me bie dakord ai, në rregull. Blendi Fevziu, ti pret o ai o ti? Valon Ademi, unë kam kallëzuar Bexhet Pacolli në prokurori për mashtrues. Ai më ka kallëzuar kundër padi, pra në këto kushte, ose duhet të përgjigjem unë penalisht për vjedhje mashtrim, ku e di unë, ose duhet të përgjigjet ai për mashtrim. Por Ademi thekson se ka një mënyrë që mes tij e Pacollit marrëdhënia të funksionojë. Valon Ademi, absolutisht ka vend që unë të vazhdoj të funksionoj me zotin Pacolli. Ka vend, por me komparament Berninën kur. Blendi Fevziu, po me Pacollin ka vend? Valon Ademi, por s'është më i shkreti iku. Sa i takon këtij konflikti mes aksionerësh që ka përfunduar në dyert e prokurorisë, është diskutuar në Opinion edhe më 20 tetor. Kompania Mabco Construction SA e përfaqësuar nga Bexhet Pacolli, e cila ka aktualisht të regjistruara 98% të aksioneve, pretendohet se ka marrë kredin nga një grup i panjohur që në kushtet e kontratës merr në dorë aeroportin e Vlorës. Pse ikën turqit? Valon Ademi e thot prerë, nuk donin të investonin. Një nga pikat ku ai u ndal gjatë intervistës me Blendi Fevziun ishte largimi i aksionerëve turq. Sipas Ademit, ata nuk donin të investonin, çka u bë e qartë edhe në një mbledhje të asamblesë të thirrur prej tij. Blendi Fevziu, një nga problemet e tjera ishte largimi i turqëve. Pse ikën turqit? Valon Ademi, unë isha dëshmitar sepse thirra një mbledhje të aksionerëve. Blendi, sepse nuk po investonte asnjëri nga ata, ndërkohë që ne duhej të fillonim punën. Ministria na bën të presion, vazhdoni punën. Këta, jo po do të shikojmë ne, jo do të bëjmë ne, ndërkohë që unë kisha sjell makineritë, stafin. Blendi Fevziu, po pse ikën turqit? Valon Ademi, nuk donin të investonin. Pse kishin hyrë në kompani kur s'donin të investonin? Nuk di të them. Blendi Fevziu, kjo është ajo pika e errët e turqëve që tregon që këta realisht kanë ardhur për të marrë ato lekë dhe ikën. Erdhën, kishin edhe një lidhje me Spitalin e Fierit. Cilat lekë? 3 milion euro. Kush ja dha 3 milion euro, zoti Pacolli? Po, Valon Ademi, nga ja dha? Blendi Fevziu, nuk e di nga ja ka dhënë. Kompania turke është larguar pasi ka marrë një shumë dhe nuk ka bërë asnjë ditë punë dhe nuk ka derdhur asnjë lek, që tregon që ka qenë fiktive, se po të donte të operonte në aeroport siç kërkonte në bazë të koncesionit, kompania do të qëndronte dhe do të administronte koncesionin.